Do të shojmë tani edhe ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku vjetre përgjithsisht një qëndrueshmëri gjithsesi në tregun e brendshëm. Dollari amerikan ka zgjeruar fitimet në raport me lekun, ndërsa euro vjon të tregtohet pra niveleve më të ulta historike. Edhe për gjatë ditës së djeshme dhe ditës së sotme, fokusi investitorëve vjon të jekë te zhvillimet që kanë të bëjnë me konfliktin në lindjen e mesme, pasi presidenti amerikan Donald Trump në një rënan deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë shumë pranë arritjes së një marrëveshje, por në anën tjetër kërcënoi Teheranin zyrtar se do të përballet me sulme nëse refuzon propozimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye, kujdesi në tregje vjon të jetë shumë i lartë. Aktualisht dollari është në rritje të lehtë me 0.07% në raport me lekun, këmbehet mesatarisht me 82.23 lek, ndërsa euro ka rënë me 0.12% duke prekur nivelin më të ulët historik, një nivel të ri në 95.32 lek. Paundi britanik është në rritje të lehtë me 0.01%, këmbehet me 110.06 lek, ndërsa franga zvicerane realizon humbjet më të mëdha. Në raport me lekun kuotohet në 104.02 lek në rënje me 0.35%. Ieni japonez ka fituar 0.07% të vlerës, këmbehet me 51.7 për çdo 100 lek, ndërsa dollari australian është rritur lehtë me 0.05%, këmbehet me 58.48 lek, ndërkohë dollari kanadez është i pandryshuar, këmbehet me 59.7 lek. Në ecurinë e koronës suedeze, kjo monedhë është në rritje me 0.01%, këmbehet me 8.74 lek dhe ajo norvegjeze është e pandryshuar, këmbehet mesatarisht me 8.85 lek. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm valutor, ndërkohë në tregje ndërkombëtare dollari vjon të qëndrojë në nivelin më të lartë në thuajse 6 javë të fundit. Investitorët, sikur se thamë, vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, pikërisht për shkak të lajmeve të ditës së djeshme se presidenti amerikan Donald Trump dhe liderët e Iranit janë shumë pranë arritjes së një marrëveshje. Megjithatë, Donald Trump ka kërcënuar për tjera sulme dhe në anën tjetër Teherani ka njoftuar ngritjen e autoritetit të Gjirit Persik, duke thënë se do të kontrollojë një zonë detare ushtarake në Gjirin e Hormuzit. Këto zhvillime në anën tjetër kanë rikthyer tensionet, por sërish ekziston shpresa për arritjen e një marrëveshje. Euro ka humbur edhe 0.23% të vlerës në raport me dollarin amerikan, mesatarisht një euro këmbehet me 1.16 dollar. Ky është niveli më i ulët në thuajse 6 javë të fundit për euro në raport me monedhën e gjelbërt. Edhe paundi britanik është në rënje me 0.1%, këmbehet me 1.3418 dollar. Në raport me frangën, dollari është në rritje me 0.18%, këmbehet me 0.7880 franga. Dollari australian realizon humbjet më të mëdha. Në raport me dollarin ka humbur 0.56% të vlerës dhe këmbehet me 0.7109 dollar amerikan. Dollari kanadez ka rënë me 0.17%, këmbehet mesatarisht me 0.7262 dollar dhe në raport me jenin, dollari është rritur lehtë me 0.09% dhe mesatarisht këmbehet me 159.05 yen. Investitorët përveç zhvillimeve që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, me konfliktin në Iran, janë fokusuar edhe tek disa dhëna që do të publikohen më vonë gjatë ditës së sotme, por gjithashtu edhe ditën e nesërme në Shtetet e Bashkuara për të mësuar më tepër në lidhje me vendimarrjen e rezervës federale në SBA. Me shumë mundësi në takimin e këtij muaji, Banka Qendrore Amerikane nuk do ndryshojë normën bazë të interesit, pikërisht për shkak të presioneve gjithmonë e në rritje inflacioniste si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme, që fillimisht ka rritur çmimet e naftës dhe më pas është transmetuar edhe në sektor të tjerë të ekonomisë. Përjedhoi, investitorët po tregojnë tepër të kujdesshëm. Për sa i përket ecurisë së kriptomonedhave, edhe sot Bitcoin vjon tregtohet pra nivelit të 77.000 dollarëve. Është në rënje të lehtë me 0.26%, dhe kuotohet në 77.479.14 dollar dhe investitorët në tregun e kriptomonedhave janë të kujdesshëm pikërisht për shkak se ka asete të cilat
për momentin ofrojnë fitime më të mëdha, sikurse janë edhe obligacionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përgjatë kësaj jave, por gjithashtu edhe javën e kaluar, është vënë re një rritje ndjeshme e ildhit të obligacioneve 10 vjeçare dhe 30 vjeçare në Shtetet e Bashkuara. Kjo i ka bërë investitorët që të jenë më interesuar për këto obligacione, për borxhin e qeverisë amerikane, sepse ka një kthim më të lartë dhe janë larguar nga kriptomonedat, janë larguar gjithashtu edhe nga metalet e çmuara. Ethereum gjithashtu është në rënje, sikurse Bitcoin ka humbur 0.49% të vlerës, aktualisht kuotohet në $2124.24. Ripple është në rritje me 0.11%, kuotohet në $1.37. Në ecurinë e Litecoin, kjo kriptomonedë është rritur lehtë me 0.22% të vlerës, këmbehet mesatarisht me $54.22 dhe Bitcoin Cash është rritur me 0.46%, këmbehet mesatarisht me $376.15 për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Për sa i përket ecurisë së çmimeve të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje në sesionin e sotëm, por ditën e djeshme të dyja kontratat humbën mbi 5.5% të vlerës, me njëherë pas komenteve të bëra nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se negociatat me Iranin janë në fazën finale, por në anën tjetër ai kërcënoi me sulme të tjera nëse Teherani nuk pranon një marrëveshje paqeje. Irani në anën tjetër ka paralajmëruar për sulme të tjera në gjirin persik dhe njoftoi hapat e radhës për të pasuruar për të rritur kontrollin në gjirin e Hormuzit, që përpara se të fillonte konflikti nëpërmjet këtij gjirin, përmjet kësaj ngushtice, kalonte rreth 20% e naftës globale, por tashmë pikërisht mbyllja e Hormuzit ka shkaktuar probleme të mëdha në furnizimin e botës në mënyrë veçantë të Azisë dhe të Europës me naftë. Në një situatë tillë, ka edhe analistë që paralajmërojnë se tashmë bota mund të jetë drejt fillimit të një krize të energjisë, pikërisht për shkak të mbylljes së Hormuzit, sepse janë me qindra anije cistern, të cilat janë të blokuara në ngushticë. Llogaritet që rreth 20.000 staf detar, staf i anijeve janë blokuar pikërisht në ngushticën e Hormuzit në pritje për të rihapur ngushtica nga autoritetet iraniane. Irani paralelisht njoftoi krijimin e autoritetit persian, autoritetit të kontrollit të gjirit të Hormuzit dhe tha se do të jetë një zonë e kontrolluar ushtarake detare. Kjo ka rritur në një farë mënyrë tensionet dhe kjo ka qenë arsye kryesore që ka rritur çmimet sot, pas humbjes me rreth 5.5% në sesionin e kaluar. Nafta Brent e Londrës tregtohet në $106.44 për fuqi, në rritje me 1.35%, ndërsa ditën e djeshme humbi rreth $5 në tregtimin e saj nga 110, zbriti pra nivelit të $105. Rritja për naftën Brent është me 1.35%. Nafta bruto amerikane ka fituar 1.53% të vlerës, ka zbritur poshtë nivelit teknik të $100 kuotohet në $99.76 për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur lehtë me 0.35%, kuotohet në $1.162.99, pra nivelit të $1.163, duke humbur rreth $50 krahasuar me çmimin që ishte nafta e përpunuar në sesionin e kaluar europian. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë së çmimeve të metaleve të çmuara, ditën e djeshme Ari fitoi rreth 1% të vlerës për shkak të shpresave se do të ketë një zgjidhje të konfliktit në Iran, por në anën tjetër këto fitime janë kufizuar nga rritja e ildhit të obligacioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ildhi i bonove benchmark 10 vjeçare në Shtetet e Bashkuara shënoi një rënje të lehtë në sesionin e kaluar, pasi më herët preku nivelin më të lartë që nga janari i vitit 2025, pra niveli më i lartë në mbi një vit. Ari tregtohet aktualisht në $4.522.9 për onzë, në rënje me 0.27%. Argjendi ka humbur 1.15% të vlerës, kuotohet në $75.31 dhe platini ka humbur 1.03%,
kuotohet në $1.939.5 për onzë. Ndërkohë për sa i përket curisë së tregut të aksioneve, shumica e bursave në kontinentin evropian po qëndrojnë në rënje me përjashtim të FTSE MIB-it të Milanos, i cili është rritur lehtë me 0.1%. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë humbur 0.46 dhe 0.12%, kaq 40 i Parisit dhe indeksi i Zyriut SMI janë në rënje me 0.06 dhe 0.14% të vlerës. Ndërkohë, investitorët në tregun e aksioneve, përveç zhvillimeve gjeopolitike, njëkohësisht janë fokusuar edhe tek fitimet 3 mujore të korporatave që në shumicën e rasteve kanë qenë më lart pritshmërive të tregjeve dhe kanë qenë një ndër arsyet kryesore që kanë mbështetur tregun e aksioneve përgjatë muajve të fundit, ndërkohë që vijonte edhe konflikti në lindjen e mesme. Gjithsesi ka një optimizëm, por një kujdes të lartë gjithashtu në tregje në lidhje me konfliktin mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Investitorët shpresojnë për një zgjidhje të këtij konflikti dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë humbur 0.46 dhe 0.12%, sikurse tham, kaq 40 i Parisit dhe ai SMI i Zyriut gjithashtu janë në rënje të lehtë me 0.06 dhe 0.14%. Në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street për sesionin e kaluar vjet re një rritje e konsiderueshme për të njëjtën arsye, pas komenteve të bëra nga presidenti amerikan Donald Trump për arritjen e një marrëveshje paqeje me Iranin. Dow Jones është gjitur sërish mbi nivelin teknik të 50.000 pikëve dhe në sesionin e kaluar është rritur me 1.31%. Standard & Poor's 500 është rritur me 1.54% dhe Nasdaq ka fituar 1.08% të vlerës. Në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, fitimet kryesohen aktualisht nga sektori i shërbimeve, por njëkohësisht edhe kompanitë energjetike. Të presim tabelën për të parë fillimisht kompanitë të cilat kryesojnë fitimet në bursën e Frankfurtit. Beiersdorf është rritur me 1.19%, më pas vinë dy kompanitë e prodhimit të automjeteve, Porsche dhe Volkswagen, që janë rritur me 1.08 dhe 0.96%. Infineon dhe Zalando gjithashtu janë në rritje me 0.81 dhe 0.7% të vlerës. Në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, rënja kryesohet nga Brenntag me 3.84%. Commerzbank, Airbus, RWE dhe Hannover Rüegg janë në rënje nga 0.96 deri në 2.93% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë momente.